Kush është shkel ligjen, Kriminal. kush është shkel kushtetutën, Super kriminal. këtë epitet qeveria e partia Albin Kurtit e ka marrë plot 16 herë që nga dita kur erdhi në pushtet. Pra në mënyrë të përsëritur, ekzekutivi ka përdosur kushtetutën përmes vendimeve të qeverisë, ligjeve të miratuara apo veprimeve të shumicës parlamentare, që është vetëvendosja. Këtyre recidivistëve të shkeljes së kushtetutës, për herë të fundit ky akt superkriminal ju vërtetua më 9 janar të këtij viti. Kushtetuesja u arrëzoi plot 13 ligje, të shtyra me shpejtësi, duke shkelur kështu procedurën parlamentare më 5 dhjetor të 2024-s. Veç mas këtyre ligjeve, me një aktgjykim të ndarë, u rrëzua edhe ligji për cilin kishin bërë betimin politik, byroja për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme. Asnjë befasi. Ligjin për byron kushtetuesja u arrëzoi edhe në 2024-ën, siç duket nuk shkruajnë dot ligje në frymë të kushtetutës. Kushtetutën e shkelën edhe në vitin e bllokadës së pashembullt me tendencat për votim të fshehtë në seancën konstituive të Kuvendit të 29 qershorit 2025. Në tendencë për të kontrolluar mediat, ata e shkelën sërish kushtetutën me ligjin për Komisionin e Pavarur të Mediave. Kushtetutën e shkelin sidomos kur kanë të bëjnë me institucionet të pavarura, pasi të njëjtën e bën me ligjin për Këshillin e Pavarur mbikëqyrës të Shërbimit Civil, më 27 qershor të 2024-s. Po atë vit, antikushtetues doli edhe shkarkimi i antarës së bordit të OSHP-s. Edhe ligjin fort të rëndësishëm, atë për paga në sektorin publik u arrëzoi kushtetuesja. Gjithashtu ndërhyrja në tregun e lirë dështoi, ligji për çmime tavan u rrëzua më 24 nëntor të 2023-s. 3 muaj më herët të njëjtit vit, kushtetuesja u stopoi ligjin për zyrtarët publik, që rrezikonte politizimin e administratës shtetërore. Kushtetutën e shkelën edhe kur i futën duart në RTK, kur u dëshmua se shkarkimi i bordit të RTK-s s'kishte bazë ligjore. Më 24 mars të 2023-s u konfirmuan shkelje të tjera, këtë herë në sistemin e drejtësisë me ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës. Edhe më 8 prill të 2022-s, të njëjtët e kishin shkelur kushtetutën me ndërhyrjen e Mashtit në komunën e Kamenicës për riorganizimin e shkollave duke tejkaluar kompetencat. Kushtetuesja u ahodhi poshtë edhe shkarkimin e antarëve të Këshillit të Pavarur mbikëqyrës sepse cënonte pavarësinë e Këshillit. Por këta shkeljet e kushtetues i kishin nisur herët, pothuajse bashkë me qeverisjen. Qysh në fillim të mandatit u rrëzuan ora policore gjatë pandemisë dhe shpallja e Prizrenit zonë karantinë, të dyja pa bazë ligjore. Dhe kështu rrumbullaksohen plot 16 shkelje të kushtetutës që lëvizja vetëvendosje i bëri përveç 5 vjet në pushtet. Nuk i dihet në sa do të shkojë ky numër kur në raftet të kësaj gjykate akoma ndodhen ligje të tjera që pritet të marrin vendim final. Por çka dihet është se definitivisht kushtetuta nuk është manuali i tyre. Ju pengon, i bezdis dhe seduan, përveç në raste të rralla kur i njëjti institucion ju jep këtyre të drejtë.